Dikur ishin beqar, ndërkaq tani ka kohë që kanë ndruar status. Për veprimet e tyre gjatë beqarisë të gjithë kemi dëgjuar, ndërkaq si pju shkon jeta pas martesës, asnjëherë nuk i kemi pyetur. A ju kanë marrë dorën punëve të shtëpisë, apo vazhdojnë ende me adete shqiptare? Këtë mos e miri e kuptojmë nga materiali përgatitur në vazhdim. Jeta është veprim në përkohë. Fillimi shtëri e beqar më pas të martuara me obligime. Janë të famshëm fal karrierës që kanë, por fama ju rritet edhe aq kur ata ndrojnë statusin e tyre. Por asnjëherë nuk i kemi pyetur për jetën pas martesës. Arta Bajrami tash e 5 vite ka mbyllur teorinë e beqarisë, madje martesa ka ndikuar pozitivisht në jetën e saj. E sa i përket ambientit të ri familjar, Arta nuk e kishte aq të vështirë t'i përshtatej një rrethi tjetër. Unë si jam martu, jam adatu shumë shpejt, edhe më kanë dëkë interesant bilen të sana. Edhe të koncept edhe, ishë një kanë ndjenje mirë, o nuk se Arta, me në ftyrë publike, kishin qëtë më po, familja e burrit po flasë, edhe me nësit që të shadi u shërbejsha, edhe isha sa ma e ofert me ta. Arta Bajrami madje as adetet shqiptare nuk janë ashkalon, ajo gjendet mirë edhe në rastet kur mysafirët dojnë çaj rusi apo kafe turke. Na jena shqiptarë, tradita si rrëgjuna. Mundona me qenë sa ma anvise kur jam në shtëpetë. Mi pregadit të drejka nëse dorë. Edhe për kemi mysafir edhe normal ato janë sana që nuk i largoj. Do ashtu nuk i njëroj. Mundona me qenë sa ma rapët edhe sa ma shtëpia, kur jam në shtëpetë. Por është pishmon për martesën Arta Bajrami. Absolutisht nuk jem pishmon për kënë gjohë, ato sane, s'ka sanë shkon me kohën, edhe më votan, për e cekë edhe një herë që jam ndina shumë mirë, jam shumë qetë, jam shumë mirë, e kom familjen teme, e kom karierën teme që kom e së tërpëk, së që të mund, edhe kur që s'kisha dosh njëtë ma shumë së qikat që e kam për momentin jetën. Martesa është padyshim një nga obligimet kryesore të Artës, por anash nuk e lën as obligimin ndaj publikut të saj. Kam plane me vosa ma shumë në bankë të reja, në shtabë edhe një fëmijë tjetër, bashkë në rëndë. Për dallim nga Arta, Milot Hasan Xhekaj ka fatin të mos jetë femër, pasi punë shtëpiake vështirëse do t'i përballonte. Njerëzit që njohim e dinë që nuk jam ai djali që nuk i den punë të shtëpisë që nuk den me bëj diçka. Njerëzit që njohim dinë që jam marrëkësh shumë për me bëj sidomos ushqim, mishnat, me specifiku ma se po dalim ma shumë konkrete. Edhe një për kohë nuk kom pritu edhe me bëj ato gjanat rutinet të shtëpisë, tash po llogaritën si për fama po llogaritën si një vend pune ose më marrë me shtëpi definitivisht është obligim. Por jo në gjithçka Miloti tregoi ti Zoti, madje disa punë nuk ka qef as t'ia kujtosh. Mas shumë t'ja kam natë me nga enë. Në sa që kom shumë herët në rapa, kom punu kënë ato në kafesh, kom majtë të vetë kafesh, edhe e di që është ajo është shumë punë rutinë dhe është diçka që mund s'm ka përqikur. Për ndryshë që zonë tjera këti bëj. Pa problem. Edhe i kom bo, kom i bo, nuk është diçka që i takon vetëm një gjinis. Në këtë rast, me la djallin nga lasë të kom la. Nështë jo që nuk di, normal, po ajo me përvojnë me kohë. Po nështë që është hala i vogël edhe për kujdesi për ta nështë është ma i madhe i grusë se sa jame. E kur flasim për martesën, harrojnë të gjitha qofte dhe punët e shtëpisë. Miloti që nga martesa e tutje ka pasur vetëm një rast kur ai nuk është ndjerë edhe aq komod. Thonë kur shkoj çdo ëndër për herë të parë, ja fol çka duhet, ja mos fol hiç. Në shtëpi kom pas realisht në ditën e martesës kur jam shkuar me marr marigonën, jam shkuar dhone. Edhe çaja ka qenë vandeni ashtu ma që dikush do të më fol, realisht na dhonën në këtë rast nuk ka shumë çka më fol ashtu. Po dikush tjetër në ndonë, ishte që në situatë se pak ashtu një qëtësi që të munan e që i qëtë ma shpejt më kry, po që ka përcimin. Martesa si e Artës, po ashtu edhe Milotit, i është kurorzuar edhe me fëmijë të cilët plotësojnë çdo ditë të tyre, madje i japin më shumë energji pas lodhjes nga puna e tyre e përditshme.
Për qenë në barë kom folë edhe jam interesu, para se më bëhë. Për shkak se në vetë kohë në shësti edhe kam shokë që jam bëhë ma e të bëhë. Edhe se si ka ato qëndrimit e veta për statusin nga. Unë është isha edhe kalo thëmë babën të bëhë gjithë kush, po prindi mirë, së më me kanë gjithë kush. Të njëjtin status e gëzojnë edhe shumë fytyra të tjera publike, të cilët i kanë vënë vull jetës së tyre me kurorëzimin e dashurisë në martesë.